Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Do bëjmë makinë veçantë sot, që se keni ble akoma edhe çuditshme. Është SL55 AMG, shasia R230. Kjo është e 2007-ës, që është si fundi i prodhimit tyne, është facelifti. Ngjyra është Kubanit Silver. Para kohë Albina kam thonë vetë ajo video tjetër se ka të AMG-s. Duhet me agjet ose me bë conversion komplet Brabus. Qose do na njoni agjem, po s'lirova lek, do e mor vetë. Disë që ti ka Brabus monoblok K6, vetëm këto bëjnë 3-4 euro, me thonë drejtën, po tash duhet me ja ditë, këto makina nuk janë, se e shofin njerëz që dënë është SL500, që kjo është 55 dhe është versioni facelift. Frenat i ka me 8 pistonçina të AMG-s, këto i ka të faceliftit pasqyrat, i e ka ndrua, e ka vut faceliftit e që e ka pas. Tash kjo është importuar nga Amerika, është version amerikan, dhe kanë edhe këtu GPS-it të lartë të Amerikanët, kanë këtë GPS-it të Amerikanët, ka shku nga Amerika në Kore, nga Koreja ka ardhur, që ta letësoj, që do pysni. Mrapa është me 4 marmita, si që janë 55-qet, tashi do shofim motorin, se aty ka pas ndryshime, edhe do dallojmë pse ky version është më i mirë. Tashi, ky është më 113 AK, 5.4 supercharge, dhe pse është 5.5 e 5.4 që kanë motorin. Kur kanë dalë fillim, kanë qenë me 476 kuaj, në 2002 të parat, pastaj me 500, kurse të fundit fare 2006-2007 janë me 517 kuaj, e kanë superchargerin e updatum. Pak janë kësi këto, nuk ka shumë. Supermotor e dim gjithë se sa i fort është, kamin e ka 5G me 5 marshe, bencit edhe ajo e fort, jo më e shpejta, po e fort është, po këto janë bulletproof. Më të fortat nga motorat AMG-s këto janë. Kanë edhe këto numrat e serisë, po t'i shofësh, ja merr vesh që është versioni i updatum, edhe po t'i shofësh këto numrat e serisë. Kjo është me amortizator hidraulik, këtu kanë të rezervoarin, kanë ata CF11-ën, siç e ka CL-ja ime, edhe tek këto, do të thonë me ABC, po edhe tek këto, prap 2006-2007 i ka të updatum, edhe nuk qellosh pesh që t'i shofësh me ikra, si këto tjera. CL-ja ime se ka, edhe ja kam pas ndru, kam harxhu lek. Me amor në Polonia kam pas morë time son. Kurse me këtë s'ka nevoj. Kjo është versioni i ri. Se di, kjo është Future Classic, me thonë drejtën, kam këtu të zëshitet direkt, se ja dhy që s'kene pyetja 23.000 ju kam thonë gjithve, po e çuditshme. Tashi për shembull, merr pamje tjetër komplet, se kjo është me tavan metalik, edhe to trejat fare s'janë më metalik. Versioni mas saj ka qenë, pa e është më i shëmtut, kurse kjo është si tush nga këto të fundit që janë të bukura. Kështu pastaj është bukurim vetë edhe kështu, shumë e veçantë. Kena bo 65-en, pa ato 65-et janë pa kapshme, janë shumë shtrenjtë. Po edhe këto janë të urrit në vlerë. Mrapa s'kaven, ka këtë bishtin këtu që ngrehet, sistemin e audio se ka Bose, çendile elektrike me memorie, me ngroje, kësë është meftoje, rimesën ka karboni, tashi që po e bëjë si reklam prapë, po tash i kena review, ca gjona i doke estetike të vogla, po versioni facelift 2006-2007 ka pedal shifters, alumini. Tjerat i kanë me buton, ato tjerat, edhe me këta e dallo. Alcantara është lartë komplet, shumë e pastër, shumë e mirë. Navigatorin e ka të faceliftit, klimën me 2 zona, normalisht. Kanë pas opcion distronik, kjo se ka atë. Këtu është ajo që e ngre ull, pasqyrat në palosje. Amortizatorët i ka hidraulik me ABC-n, ngrihet ullet direkt. Ja, ngrihet direkt, se i ka me vaj kjo. Edhe për ta ullet direkt. Se nuk i ka majer që të vëno, pam direkt ABC-ja. Kur e çon sport në përkthesa, nuk klep badiroll fare, është shumë e mirë. Për këtë lloj makine të madhe që është shumë e mirë edhe në kthesa. Nuk ecim do të shumë shpejt, se është kabrë tash, po prap mirë. A bëm e jote këta. Besoj e patë sa kolla e rrotullohet, është gjitha e tork, 700 ca ka Newton metër kjo.
Ty me bë venin, shumë kollaj. Tash e mira kësaj është që është metalike, edhe tash i bëhet si me qenë kupe. Tash mund të jetë që është më kollaj, po që është bish. Edhe zhurmën e bukur e ka, për të si është prek gjohë, se po të hysh, po të fillosh të bësh ndërhyrjen marmita, pastaj bo akoma më shumë zhurmë. Po mu më pëlqen shumë. S'po shes në makinë nga këto tjerat, po shita do e maj vetë, se ja vle. Kafsh është, kafsh. Është makinë 20 vjeçare. Shumë e shpejt, shumë e mirë. To të mirën, ta kanë pas edhe 350 që pa ato s'heci, edhe 500 që me 113 në fillim, 5.000 me 306 kuaj, po nuk është makinë e lehtë, pse është e vogël shoqëron, që është komplikuar me amortizator hidraulike, kjo pjesa e kofës, gjithashtu në peshën. Kjo është shkurtër është, po peshën e ka, po kjo është perfekt. Është perfekt se është motor i fort, kamja e fort, edhe nuk ke probleme shumë, edhe amortizator që i ka të mirë të updetume. 65 që është akoma më mirë, po është goxha më e shtrenjtë, edhe motor që do më shumë mirë mbajtjaj. Kurse ky është marrin vesh gjithë, plus që s'ka nevojë për shumë gjona, është shumë kollaj. Edhe këti i nxjerr fuqi më shumë, po prap nuk vesh se ke nevojë shumë, po mund t'i bësh ato backboxat, që të bëjë zhurmë më shumë. Edhe këto do bëhen Future Classics, si që janë bo R129-at, do bëhen dhe këto, se janë veçanta. Me i vend si Shqipëria, sidomos ja, sa është data sot 8 prill, ka qenë si për plazh koha, knaqesh me këte, knaqesh. Hargjo, për të hargju pak, me qenë tamam bob, se ke problem, po edhe me dasht, po supozëm, se do gjëri, se kjo s'është të përdoret për ditë, kush e merr këta, ka makinë tjetër, po me dasht e bo dhe me gaz. Me dasht e bo me gaz 100% dhe se s'pysin këto posti, ku mund t'ja vesh atë separatorin e gazit, bombulën, se s'ka shumë vend. Super makinë. Se kjo është edhe klasike, po edhe moderne akoma. Kjo audion e ka të mirë, izolume është e mirë. Nuk është se është e vjetër që do vush për gjona. PSG për këtë, se kjo platforma Benzit këtë periudhë kanë shumë shared parts me njëna tjetrën. Duhet i kabrio, jam më gë. Më vonë pastaj të facelifti tjetër, nxorën edhe 63-shën me 156-shën, edhe ato janë të mira, bukura janë edhe ato. Tash u ka rënë çik çmimi, po s'janë shumë lirë, edhe ato. Po 156-ta ka pak më shumë naze, kurse kjo jo. Të janë të fortë. Edhe ato shumë mira, zhurmën e ka më të mira. Edhe ajo është me ato fenerit e ri, lukun e ri. Shumë stabil është edhe kabrio, kena qua ABC Sport. Si rregull kabriot nuk është janë shumë të forta nga struktura. Normal nuk është për gara, po